Sot janë bërë 27 vjet nga masakra e Rogovës së Hasit, një nga ngjarjet më të rënda gjatë luftës në Kosovë, ku nga forcat serbe ranë në prit luftëtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, por mizoria nuk u ndal vetëm aty. Në këtë masakër u vranë edhe 10 civil të pafajshëm të fshatit, duke kthyer Rogovën në simbol të sakrificës dhe vuajtjes së popullit shqiptar. Në homazhin në ndërim të kësaj dite morën pjesë përfaqësues të subjekteve politike, organizata të dala nga lufta OVL e UÇK-s, përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe qytetarë të shumtë. I pari i komunës së Gjakovës, Ardian Xhini, tha se kjo ditë mbetet e paharrueshme për Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Sot e nderojmë çmimin e lirisë, jetën dhe gjakun e dëshmorëve të kombit, këtu në Rogovë, në një prej epopeve më të lavdishme dhe më të dhëmshme të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Tani po hymë në periudhën kur para 26 ose 27 viteve kemi pas shumë betejë, shumë luftë, shumë gjak, shumë krenari, edhe patjetër që është obligimi secilit prej nesh që jetojmë sot me nderu këtë vepër për shkak se liria që gëzojmë sot është fal gjakut dëshmorëve tonë. Në homazhe të pranishëm ishin përfaqësues nga lëvizja vetëvendosje Dega në Gjakovë. Kryetari i kësaj dege, Agon Batusha, së bashku me antar, përkujtuan dëshmorët duke marshuar simbolikisht nga ura Bishtazhinit deri në Rogovë, si shenjë respekti për sakrificën e tyre. Po ne sot si lëvizje vetëvendosje nderuam, kujtuam dhe bëm homazhe për të rënë për datat 27, 28 dhe 29 janar, nga Bishtazhini e deri në Rogovë, këtë masakër edhe këtë terrorizëm të ushtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Kjo barbari, po në njëjtën kohë kjo luftë për liri duhet gjithmonë të kujtohet brez pas brezi për vujtjet dhe sakrificat të kombit tonë dhe të jetë pishtari jonë i gjeneratave tashme për të vazhduar tutje për një Kosovë të lirë, demokratike dhe për gjithë qytetarët e saj. Edhe nëna Zarife Morina mes lotësh e kujtoi atë ditë. 27 vjet për neve, 27 muaj, 27 ditë. Mukën prej 15 ushtarën prej, edhe djemët e mi të ushtëria. Jenë prej e në masakru ku ma shtirë. Ishë na e mish jo konceptu. Për neve s'ka ku më shumë arëndë. Për tokën e Kosovës, në fshatin e Rogovës, dhe për komunën e Gjakovës, e për kretë Kosovën, kjo masakër kanë ma shtira. Edhe ka pranuar Clintoni e kretë, për me jetu në Kosovën e lirë me pas sot lirë, për shkamës me pa. 27 vjet më parë, me 27, 28 dhe 29 janar të vitit 1999, ranë dëshmor 21 luftëtar të lirisë në fshatin Rogovë të Hasit dhe disa pjesëtar të popullatës civile të fshatit. Po ashtu në këtë data kujtohen edhe 9 të rënë të tjerë në fshatin Goden dhe Bishtazhin të komunës së Gjakovës. Gjatë atyre 3 ditëve kanë rënë në altarin e Adheut Agim Zeneli, Luan Smajli, Agrane Sejdi Rama, Pren Emim Leshi, Agush Gjoci, Valon Gashi, Bahtjar Morina, Daud Kelmendi, Emrush Qeta, Kasim Shala, Hamdi Berisha, Gëzim Ademi, Haxhi Rypjani, Gaspër Karaçi, Ilir Mërturi, Naim Gashi, Naim Dreshaj, Sahit Krasniqi dhe Vesel Avdyli.